8 maternitete me styre Spitali Universitar Obstetrik Ginekologjik Koço Glozheni janë pajisur me inkubator dhe pajisje për frymarrje të asistuar për shërbimin neonatal, fal bashkëpunimit të UNICEF dhe disa partnerë në sektorin privat. Ministre e Shëndetësisë Evis Sala gjatë një vizite në këtë maternitet theksoi efektet që ka pavarësia menaxheriale e spitaleve në drejtim të intensifikimit të marrëdhënieve të sektorit publik shëndetësor dhe organizatave ndërkombëtare në funksion të kujdesit ndaj nënave dhe bebeve. Shumë mirë që keni një pavarësi menaxheriale dhe kjo është hapi i parë. Është shumë mirë sepse arrin gjërat të menaxhohen në mënyrë të tillë që dhe të investosh në mënyrë inteligjente në bazë të nevojave që ke, jo në bazë të gjërave historike. Inkubatorët e ri janë instaluar pranë 2 materniteteve të Tiranës, si dhe në ato të rretheve Elbasan, Fier, Dibër, Puk, Durrës dhe Librazh. Në dhjetor të vitit të shkuar, në këtë spital erdhi në jetë fëmia i parë përmes riprodhimit mjekësor të asistuar dhe deri në gusht të këtij viti, 6 bebe kanë lindur fal kësaj metode të aplikuar në të parën dhe të vetmen qendër të riprodhimit mjekësor të asistuar me subvencion 100% nga buxheti i shtetit.